Si ka mundësi që një marangoz nga Nazareti ndalon numërimin e viteve dhe ristarton nga zero për gjithë botën? Mendoj pak të në fakt. Jemi në vitin 2026, por 2026 vite nga çfarë? Nuk po numërojmë vitet nga ndërtimi i piramidave, as nga shpika e shkrimit, as nga rënja e perëndërisë romake, e gjithë historia e njerëzimit e bardha mbi zezë u nda në dy pjesë, para Krishtit dhe pas Krishtit. Skeptikët thonë se ai ishte thjesht një mësues i mirë, muslimanët thonë se ishte një profet, por a i nda një mësues apo një profet i thjesht historinë e planetit në dy epoka? Jezusi nuk shkroi asnjë libër, nuk pati ushtri dhe as nuk mbajti asnjë post politik, vdiq në kryq, por ama edhe u ringjall. Nëse ai do të kishte mbetur në varr, ky kalendar nuk do kishte ndonjë kuptim. Por nëse ai doli që andej, atëherë çdo herë që ti shkruan datën e sotme në telefonin tënd, ti po vërteton ringjallin pa e kuptuar fare. Pyetja ime për ty është kjo: pse bota nuk gjeti dot asnjëri tjetër më të rëndësishëm për të matur kohën? Shtyp butonin follow në fakt, sepse nesër do të flasim për Dosin Taciti, çfarë shkruan për Jezusin një historian që urrente atë, Zoti Bekov.